Deputetët e Partisë Demokratike kanë zhvilluar një inspektim në zonën e përmbytur të njësisë Ana Malit në bashkinë Shkodër. Deputeti Luciano Boçi tha se raportimet nga bashkia janë të rreme, pasi ka më shumë sipërfaqe të përmbytur me rreth 1000 hektar sipas banorëve, duan të shmangin përgjegjësitë, shtoi Boçi, i cili holli akuzën e Benet Becit duke kërkuar më shumë investim nga bashkia. E gjithë toka është zaptuar nga uji, ndërkohë që raportimet që vijnë nga bashkia janë të rreme. Sot kemi lexuar që janë 150 hektarë, ndërsa nga dëshmitë e banorëve, zonës janë gati 1000 hektarë në ujë. Këto raportime duan të shmangin përgjegjësitë në fakt të bashkisë, e cila nuk ka qenë prezent për gjatë një jave të tërë. Ka ardhur, ka bërë atë paradën e zakonshme, dje ka shpërndarë ca pako ushqimore në oblik dhe këtu e ka përfunduar atë shërbimin që duhet japim, ndërkohë që njoftohemi që dhe ujësjellsi nuk funksionon në obligës dhe nuk ka asnjë ndërhyrje nga ana e bashkisë. Qytetarët janë braktisur në fatin e tyre, nuk shpallet gjendja e emergjencës, sepse nuk do qeveria të ketë përgjegjësitë e saj, që dëmshpërblej qytetarët dhe sigurisht dhe bashkia në fakt ka larguar çdo përgjegjësi, ndërkohë që ky Beneti në fakt ato parat që ka vjedhur, për cilat është gjykati ka marrë nga kesh. Edhe duke qenë dhe kryetar bashkie, duke qenë se ka dorë edhe ke keshi, po t'i sillte ca para këtyre njerëzve. Deputeti Bars Pahia tha se mungon vëmendja e institucioneve ndaj banorëve. Po aq evidente është edhe mungesa e plot e vëmendjes nga ana e institucioneve dënore dhe qendrore në përballimin e kësaj situate jashtëzakonisht vështirë për banorët e kësaj zone. Qeverisjet e vërtetës nuk janë të pamësuar me këto situata, përballen për fatkeq në vazhdimsi, por ajo çfarë dallon është lënia komplet vetëm e këtyre banorëve. Ndërsa deputetja Greta Bardeli u ndal tek çështja e dëmshpërblimeve, teksa kujtoi se PD vazhdimisht ka prezantuar amendamente për dyfishimin e dëmshpërblimeve. I kujtoj këtu të gjithë banorëve të qarkut Shkodër, por edhe atyre të cilët janë prekur vazhdimisht me përmbytjet, pra sikurse jena këtu në zonën e Anës Malit, të Dajqit, të Velipojës, në fshatin e Trushit të Mëtej, që Partia Demokratike vazhdimisht ka prezantuar amendamente për dyfishimin e dëmshpërblimeve. Gjë që i kujtoj Benet Becit, asnjëherë nuk e ke votuar në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe sot, ai mosvotim reflekton me mosveprimin e tij në terren. Është e domosdoshme me ardhur në terren edhe me bë evidentimin e fakteve. Para disa ditëve që isha unë këtu, kishte më pak ujë. Sot ka më shumë ujë, ndërkohë nga bashkia deklarohet që uji është rrallë. Është e kundërta, uji është urrit. Për sa i përket premtimit të gënjeshtër që ka bërë kryetari i bashkisë Benet Beci për rrugën e Obotit, i cili ka thënë që ai rrugë është shumë e thjeshtë për të ngritur, jo vetëm që nuk e ka realizuar ashtu siç ai ka thënë për të ngritur, por nuk e ka realizuar projektin dhe rruga vazhdon të jetë nën ujë akoma në momentin që ne flasim. Situata në zonën e Ana Malit vjen të jetë vështirë me 100 hektar tokë nën ujë, ku dëmet në bujqësi janë të mëdha.